E vetë vendohës që në mujnë sonte me vendohës nesër zgjedhjet presidenti. E kanë vendosur. Po nuk e kanë vendosur zoti Shtufi, sepse nuk e kanë vendosur. Ama jo vetëm. Për momentin e dhënë, para pak kohësh, para një muj dite, para 28 dhjetor, kum qeni bindun që Vjosa Osmani ka shku shumë ka programeve vesh e pak ka kushtetuta. Sonte, sot, dje që një ovdit, janë të mendu, sidomos mas njojeve që i mori Kosova prej Sudanit, mas Davosit, mas takimit me Trump, mas ati afinitetit saj me u afru edhe si natyrë njerëzore, mas takimit me Rubion, jam i bindun që në kontekstin aktual, në momentin e kriju, ma të mirë se Vjosa Osmani, Kosova nuk ka. Po çka do të në fund e nxjerr Osmanin? Po nuk e zgjedhin zoti Sadiku sepse Albini nuk po don me kandidu. Po nuk po e dim ne. A me kopaj Tupanin e më u kallzu juva ç'u shmëljive. Po mirë kishen edhe me Tupan se dëgjojmë. Pa ju ka thonë që as emrin s'po duam ja përmend. Ç'shtu ka thonë Albin Kurti. S'ka përmend. Vjosa Osmanit ka thonë nuk po duam ja përmend emrin. Është kështu zoti Shtufi. Nuk është ashtu. Zoti Shtufi veç ama ta dëgjoj shkojnë sa hoj kujdes ka po thu. Natyrisht edhe ne kthehemi. Varet ajo primi. Jo se ajo zvoret, ja. Shtufi, pejacionit për neve zvoret, se nas, bile, mo kjo as pej populli zvoret. Se po shijet e dha krenoj, po shijet një fakt dashurije ndaj Vjosës, po s'vendos mo dashurija. Edhe emocionet, vendos edhe deputet vendosin. Dëgjoj, mas pari nuk është punë vote, populli s'merr pjesë në vot, kështu që nuk është obligative me ditë ma herët cili kandidat? Zoti Shtufi, shiko, na dim, pushteti duhet me mojt përgjesh, duhet me qenë transparent, zoti Shtufi, transparenca është shtylla e parë e demokracisë. Apo Shtufi njerë mos më pajtu që ti pasaj me dhonë. Po jo, sa që s'duhet me ditë, kjo gabim, me honë që populli s'ma me ditë. Se Shtufi po thotë që s'po e lem me folë. Jo, po është mundësia reale, edhe nëse këte e konsiderën pak si shkelje munges transparente dhe i tash se ka të regu kandidatën ose kandidatin. Gjë që është gabim, apo? Është pjesërisht gabim.